Do provojmë sot kafe me krip. Është e çuditshme? Po, por është e mbështetur nga shkenca, duke qenë se kripa bllokon receptorët në gjuhë të cilët ndjejnë hidhsinë. Me pak fjalë, kafe më pak e hidhur. Gjithsesi, do duhet ta provojmë përpara se të flasim kot. Si fillim bëjmë ekspresin dhe kur them krip e kam fjalën jashtëzakonisht shumë pak. Shumë interesante, sepse nuk është e kripur, por në të njëjtën kohë nuk është as e ëmbël, edhe as e hidhur, ka marrë një shije goxha më neutrale. Madje do thoya ndryshimin më të madh e jep tek kremi i ekspresit sesa tek lëngu. Lëngu në vetvete nuk ka ndryshuar fare. Ndërsa nëse do të provoj vetëm kremin, ndryshe nga një ekspres normal që do ishte i hidhur, realisht që i ka ndryshuar totalisht shija. Provojeni dhe ju dhe më thoni.